konkluzionet për këtë do i nxjerr procesi i hetimit administrativ i deklaruar që dje se ka filluar nga AKU dhe nga hetimi penal që ne kemi adresuar në organet e ndjekjes penale dhe të investigimit në Shqipëri. Se akuzat të tilla haptazit të pabaza janë veprime të mërthjellta mafioze që jo vetëm cënojnë interesat e ligjshme të kompanive tona, lider në këtë fushë, por kanë qëllim uzurpimin e manipulimin e tregut dhe shkaktojnë panik dhe pasiguri tek qytetarët. Për këtë arsye, kemi kërkuar hetime penale për të zbuluar personat që kanë iniciuar dhe shtyrë këtë manipulim dhe mekanizmin e veprimit me qëllim vënien e tyre para përgjegjësisë penale. Unë mendoj se analizat në këtë mes duan rishikuar dhe ne kërkojmë me insistim si shoqat, në emër shoqatës, që ajo mostrë që është atje të shkoj me komision në një vend tjetër të botës që është i akredituar, për të bërë analizat atyre mostra që janë marrë, jo të marrin mostra tjera.